Është ndar nga jeta në moshën 80 vjeçare këngëtari dhe kompozitori i mirënjohur Korçar Nonda Kajno, një prej emrave më të dashur të muzikës qytetare dhe serenatës korçare. I lindur në Korçë në 18 gusht të 1945-s, Kajno ndoqi studimet në Liceun Artistik Tefta Tashko Koço dhe që në moshë të re u përfshi në jetën kulturore të qytetit duke u bërë pjesë e aktiviteteve artistike lokale si interpretues i këngës qytetare. Me kalimin e viteve, talenti i tij u shndrua në krijimtari origjinale që solli disa prej këngëve më të dashura të repertorit korçar, si Për ty o Korça ime, Asa të kam dashur dhe Pra zgjohu vajza ime, të cilat edhe sot mbeten pjesë e kujtesës muzikore shqiptare. Në Korçë dhe më gjerë, Nonda Kajno njihet si një artist që i kushtoi gjithë jetën muzikës. Ai nuk ishte vetëm këngëtar dhe kompozitor, por një njeri që u dha dritë e frymë shumë emrave të rinj të skenës, duke ndihmuar në formimin e tyre artistik dhe duke i nxitur të ruajnë shpirtin e pastër të këngës qytetare. Për këngëtaren korçare Olsa Pemaj, e cila pati mundësinë të bashkëpunonte me të në disa projekte, Kajno ishte një njeri me energji pozitive, plot jetë dhe kreativitet. Ajo e kujton si një artist që i jepte liri bashkëpunëtorëve të tij, mbushte me entuziazëm dhe përjetonte çdo notë me pasion të sinqert. Për të, muzika e tij ishte bio me një pastërti që buronte nga zemra dhe shpirti i qytetit të Korçës. Është një dhimbje e madhe, por edhe një lloj vlerësimi, se falenderoj që zgjodhët të më intervistoni. Humbja e Nonda Kajnos, e një artisti, le gjithmonë një boshllëk, jo vetëm për faktin e ikje si një individi, por sepse ikja e një artisti është ikja e njeriu unik që nuk zvendësohet, kështu që ai boshllëku i tij do të ndihet, por kujtimi i tij është i gjallë përmes një mori serenatash, këngësh të bukura të muzikës së lehtë qytetare, të kënduara në skenë ndër vite. Unë kam qenë ndër të fundit që pata fatin të bashkëpunoj dhe ta njoh më nga afër, por ai ka bashkëpunuar me mjaft këngëtar të njohur dhe të cilëve u ka dhënë dritë, emër në skenë, dhe këngët e tij mbeten të dashura për publikun korçar, edhe më gjerë dhe për publikun shqiptar. Njohja e Olsës me Nondën kishte rrënjë të thella pasi lidhjet e familjeve të tyre datojnë që nga fëmijëria. Ajo e kishte njohur fillimisht përmes rrëfimeve të babait të saj, Enrico Pemaj, që ishte mik dhe bashkohës i artistit. Kjo afërsi e bëri bashkëpunimin e tyre edhe më të veçantë, duke e kthyer në një marrëdhënie artistike dhe njerëzore, të ndërtuar mbi respekt dhe dashuri për muzikën. Njohja ime me Nonda Kajnon nuk ishte rastësore. Nonda Kajno është rritur në zemër të Korçës, shtëpia e tij e fëmijërisë, dhe është lindur dhe rritur, ka qenë shok fëmijërie me baban tim. Edhe ai artëdashës, dashamirës i muzikës, edhe e njihja së largu, e njihja përmes kujtimeve të babit, e njihja përmes deputimeve në skenë, përmes këngëtarëve të ndryshëm, madje edhe krijimtarisë së tij, të cilën ai vetë e ka realizuar edhe në skenë, në një koncert recital që unë nuk e haroj, kam kujtime të bukura. Suksesi dueteve që ata realizuan së bashku, të cilat u pritën me shumë dashuri nga publiku, ishte dëshmi e harmonisë së tyre artistike. Kajno u tregua gjithmonë mbështetës dhe inkurajues, duke i dhënë bashkëpunëtorëve të tij besim dhe frymëzim për të dhënë më të mirën në skenë. Në krijimtarinë e tij spikat një ndjeshmëri e veçantë dhe një lidhje e fortë me qytetin e Korçës, me serenatën dhe me dashurinë njerëzore si temë universale. Ai bashkëpunoi ndër vite me emra shumë të njohur të muzikës shqiptare si Rovena Dilo, Ermira Babaliu, Ermira Kola, si dhe me grupin Rit Folk, duke lënë një trashëgimi të çmuar në skenën muzikore shqiptare. Me Nondën fillimisht realizuam një sër duetesh, të cilat patën sukses. U hodhën në platformën e YouTube-it, patën mjaft klikime, morëm mjaft përgëzime, ai u ndje tepër euforik, i gëzuar, ashtu siç ishte si natyrë, shumë i gjallë, kreativ, dashamirës dhe njerëzor, jashtëzakonisht njerëzor, jashtëzakonisht dashamirës, tolerant, kur nuk të krijonte, të jepte atë lirinë e nevojshme, i jepte artistit lirinë e nevojshme për të dhënë më të mirën. Edhe ajo çfarë më frymëzoi dhe çfarë pashte krijimtaria e tij ishte muzikaliteti. Është diçka shumë e rrallë që e gjen shumë rrallë sot tek krijimet artistike. Ishte një muzikë bio,
e cila po t'ishin dhe në shanse më shumë për t'u ngjitur skenave, patjetër që do të kishte një jehonë dhe përhapje dhe më të madhe. Por jam e sigurt se muzika e Nandës, edhe sharmi muzikor, edhe shpirti i Nandës, përmes muzikës së tij, do të jetojë në zemrat e çdo korçari, kudo që ndodhet në botë. Mëtej unë vjova edhe me këngë të tjera, ai krijonte dhe direkt më merrte në telefon. Olsa, kam një krijim, si mendon? Kemi tekstin e më radhë, fillova me krijimet me tekstet të Juliana Jorganxhiut edhe më pas kemi vijuar fort, fuqishëm, gjatë me Irma Kurtin. Edhe u bëmë një trio që nuk e di, domethënë ku fillonte njëri dhe ku mbaronte tjetri. Jam shumë emocionuar edhe ndihem e nderuar të them këto dy fjalë të ndjera për Nonda Kajnon. Unë jam shumë mirënjohëse dhe ashtu si unë edhe çdo artist, ai ka bashkëpunuar me Rit Folk, me Rovena Dilon, me Ermira Babaliun, me Ermira Kolën, me mjaft këngëtar të njohur, ashtu si dhe me tekst shkrues shumë të mirënjohur. Miq dhe kolegët e kujtojnë si një njeri të qetë, të buzëqeshur dhe plot shpirt artistik, që i jepte çdo krijimi një ndjesi të veçantë. Muzika e tij mbetet një pasuri e gjallë e qytetit të Korçës dhe një urë që lidh brezat përmes tingujve të dashurisë, mallit dhe kujtimit. Nonda Kajno u largua fizikisht, por serenatat dhe këngët e tij do të vazhdojnë të jetojnë në çdo shtëpi korçare, në çdo cep ku dëgjohet muzika qytetare, si një kujtim i bukur i një artisti që e deshi jetën dhe artin me gjithë shpirt.